Në një shtëpi të ngrohtë dhe mikpritëse, takuam kosovare Regjepin, një nën që gatuan me pasion ëmbëlsira. Pasioni për gatimin dhe për kujdesja që tregon për çdo detaj të festës janë vetëm disa nga karakteristikat që e bëjnë atë të veçantë. Ajo na tregoi disa nga përgatitjet e saj për festën e Fitër Bajramit. Drejtën me thonë, unë e kom pak si hobi ushqimet, pastërtinë edhe dekoreve. Do me thonë, çdo tria i kom si edhe i kom ndërru edhe më kanë realizu, elhamdulillah. E dallojmë normal Bajramin, se është festa e jonë, festa e muslimanëve, edhe është fest që e prismi pa durim, edhe normal e veçojmë për ditëve tjerave. Kom përgatit baklav, disa pemë, mini rrethatore, to si lloj hajmalia janë me gjiz, edhe mini pizza, mini hamburgera, cigare, si lloj meze, edhe kjo rollad, kifle, bumbica, kek, edhe hurme me festek. Përveç gatimit, ajo ka pasion edhe dekorimin e shtëpisë, një punë që e bën me shumë kujdes dhe vëmendje. Edhe për Bajram normal mundona me bë dekoret ma të veçanta, do të thonë edhe më ndihmojnë edhe fëmia, se e presim Bajramin me gëzim. Edhe çdo Bajram, do të thonë mundona me veçu pe Bajramit tjetër, mi ju duk pak fëmijëve pak ma interesant, ma e ëmbël. Edhe dekoret e Ramazanit kur i bëj, çdo vjet janë ndryshoj. Po qatë moment, do me thonë edhe një orë para se me ardhe Ramazani, kur i vendosi, fëmija me njerë thonë sot nistrave që njihin, do me thonë me gishta ditë që kur ka me ardhe, do me thonë Ramazani. Edhe qashtu dhe për Bajram, filloj thuj se 2-3 ditë para Bajramit, i bëj dekoret edhe për me një këtu vetë ditë kur po vjen Bajrami, për me prit gëzimin pak ma të veçantë. E një tjetër traditë e bukur që ndjek çdo vit është përgatitja dhuratave modeste për fëmijë. Për Bajram përveç ushqimeve që i përgatitmi disa dhurata të vogla për nxënësit e klasave të djemve të me që në shkollë, të vogla diçka veç si shaj, që është festa e Bajramit, edhe dekore diçka të shtëpisë, mi adhon atë atmosferën e Bajramit, se edhe me zi presin fëmija të vinë Bajrami. Duke ndarë kujtimet e fëmirisë, ajo theksoi se festat e dikurshme në krahasim me sot ishin më të ngrohta dhe të mbushura me emocione. Ndryshimi i Bajramit paka shumë ka ndryshu bas meje, se në kohën e marrshme kur kom qenë më e vogël, kemi pas musafir shumë ma shumë, do me thonë për festën e Bajramit, tash ka shumë ma pak, do me thonë musafir. Jënë edhe ato jënë për dhe telefonojnë për më ardhe dhe Bajramin për me ta uru, nuk është sikur ma herët. Nuk e harroj asnjëherë, do me thonë i kom kujtimet e mia, kur kom qenë e vogël, kemi shku shtëpi, në bas shtëpije, do me thonë. Kemi shku në bas të klasës që na konë nxënësat, se cilin në ato shtëpijat e nxënësave. Do me thonë nuk konë një Bajram që nashta edhe me roba ke flejt, për me uzgju me shku, do me thonë me vizitu shoqet, shokët, familjarët, u konë diçka ma ëmbëlet. Do me thonë tash thmija me e vrej që veç kur shkojnë dikun të familjarët, vjen, nuk dalin, do me thonë na për shoqni, me uru Bajramin, përveç kur shkojnë shkollë tani. Duke folur për familjen, ajo na tregoi për djalin e saj Muhamedin, 8 vjeçar, dhe talentin e tij për t'i memorizuar lehtë mësimet. Në një moment, ai na mahniti me leximin e rrjedhshëm të pjesëve nga Kurani. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. E ndonë se të gjitha përgatitjet për festën e Fitër Bajramit pothuaj se i kishte përfunduar, kosovarja ndau me ne përgatitjen e një ëmbëlsire. I kom bërë disa përgatitje për Fitër Bajramin, e me ju e kom dash me nda një
recept tortës në Dubajit. E përbërësit kemi këto. Kemi 300 gram keksa, biskotat blume. 200 gram i kemi gjalp margarin të shkrim. Kemi me vendos këto. I përzim të i sa të bëhat masa, e duhur. Kjo recept është pak virale në për rrjetet sociale, edhe për atë arsye kom zgjedh me bë për juve. Tepsia është 26 cm. Kemi me vendos. Do ta shtrim kështu. Edhe do ta shtyp me një gotë. Tu e kemi kadaifin me krem festek, e kom pregadit. Shtrim kështu. Tash kemi me ra me mikser 300 hopull edhe krem djath 250. Edhe ja hidhëm një lugë gjelës, sa me ja dhon pak shije krem festekut. Tani e vendosmi mbi ëmbëlsiren. Tu i kemi 200 gram çokollat, milka, edhe pak hopull për me u kon pak ma e holl. Këtë shirin kun e kom qitë pak festek për me jadhon pak dekor ëmbëlsirës.
edhe me një rëmojtë si e bëjmë disa vija dekoruese. Edhe përfundimi është kështu. Edhe duhet me shti me ftov, edhe masanaj me ikpi kallëpët. Në fund, ajo na dha një mesazh urimi për këtë bajram. Urime Fitr Bajrami, Allah ja pas pranuar agjerimin e veprat e mira. E inshallah dalmi të falura gjatë këtij muajit të Ramazanit, e inshallah pritni shumë Ramazana dhe bajramat e tjerë të lumtur.